Se besimtari jeton me sprova, jeton me bela, jeton me fërkime, jeton me telashe. Kështu o natyra e kësaj bote. Andaj Allahu Gjela thot në Kur'an: Em hasibtum en tadkhulul janna. Qysh ja keni qit kalemin me hin xhenet pas prova? Qysh ja keni qit kalemin me hin xhenet pas prova? Qysh ja keni qit kalemin? Çfarë hesape kalkulatori jot t'jap tyje kur ti e bo gati për xhenet? A thu mos të mprishët që tu, edhe që tu s'kam qefe më prish. Po qysh i të dash Allah? Qysh i të dash me hin xhenet? Pa tjetër është me arë. Andaj shiko, Zoti e ka leju lejmërimin e sprovës, njoftim që e kini sprovë, pa u angue, pse? Se kjo është natyra jetës. Andaj edhe në këtë natyrë du t'i edukojnë fëmijët e tonë. Edukoj e fëmijën tane. Thuj, duhesh me bo sabër. Nuk i dijet jetës. Nuk i dijet i nesër të vdes nana, vdes baba. Jet vetë dikun, vazhdon me sprova. Duhet besimtari me u kalit për çdo lloj sprove, nga sa thot em hasibtum an tadkhulul janna. Ne nuk jena në xhenet. Nuk jena në xhenet, dhe mos i rrejnë njerëzit se ka mu bo mire kështu me jo. Pejgamberi sa kundërtën e ka lemrua. Nuk vjen një ditë para kiametit vetë sa ajo çka ka kalu ka qenë më e mirë se kjo çka vjen. A shikon njerëzit çka thojnë? Këshire pejgamberi sa si na ka lemru, këshire ata si lemron. Këta pejgamberi sa nuk na ka lemru me ndjell keq. As me ndjell ogurzi. As me thonë njerëzve tutnu dhe me bo panik. Jo. Këtë kjo derdhet te çfarë? Kalitu. Mësoj e fejnë, mësoj e Kur'anin, mësoj e hadithin. Bëj durushëm, bëj gdhendur. Mos me ndo se ka me qku jeta gjurullëdhis që të menu ti. Andaj Allahu subhanahu wa ta'ala na të regon në lajmët e pengamberve dhe në lajmët e matë mirit për pengamberve se jeta është sprov, jeta është bela. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, hadithin që ka thënë Imam Ibn Majah, ka thonë alayhi salatu wassalam: ma baqiya min ad-dunya illa bala wa fitna. S'ka met nga kjo dunia pos bela edhe fitne. Pos bela edhe fitne. Bela në Kur'an nuk ka bela që ka e përdori njerëzit. Bela në Kur'an është sprov, test për Zotin Gjelle Gjelalu. Dhe fitne është provokim. Ta qënë Zotin i provokim me të pa qëfar njeri i e. Sikur kur ti le ti dikush do pare, ta sha, pimer as pimer. Ti le shefi që ti do pare, ti le grumull, pse ti le? A i thithu, i pa harue, a i hajdu ti i merë. A i devash, jo më lejnë, atu nga të stu ndoshta. Allahu që shtu ti qënë të sprove me thonë, hajta shapi prek, hajta shap, qëfar njeri i e, për këtë asyje kalitu, gëdhendu me iman, që ti kalosh këtë sprova. E lusim Zotin e madhë Gjelle Gjelalu.